vendet e gjirit janë para një dileme. Ende të vazhdojnë kontratat e tyre për sigurinë me sistemin e mbrojtjes amerikane, apo do orientohen në sigurisat 2 dhe 3, të cilët mund të jenë aleat të tjerë të ri. Zoti Bilali, cila nga palët ka më shumë për të humbur, Irani apo Shtetet e Bashkuara? Besoj do të gjinet një zgjedhje që të 3 palët të shpallën të njihen ose të shpallën vetveten fitues. Trumpi ka dëshirë këtë, edhe shpesh në briefingot e tia i shpreh këtë që ne kemi fituar luftën. Pika kyçe do jetë, po them për momentin, përpos programit bërthamor, do jetë Vushtica e Hormuzit. Si do të gjitet ky modus për Hormuzin, që do jetë pastaj kontrolli në vijet apo në ujëra ndërkombëtare, që është rregulluar me ligjet ndërkombëtare. Mendoj që do jetë një situatë jashtëzakonisht e vështirë, sepse Irani kërkon dëmshpërblimin ose dëmet e luftës të arrijen me vënien e kësaj takse. Por do gjinet një mes, besoj mes asaj që amerikanët do tregojnë që ne kemi arritur të ndalim programin bërthamor dhe të zgjedhëm çështjen e Hormuzit, që është problematik për gjithë botën. Bile Trumpi ka një deklaratë kur thotë është fat që jamon që ndalen luftën e 3 botërore. Meqense zjarret vinë ndonjëherë nga vetaj, por atë që pyetët ju, mendoj që do jetë një solucion i lëshimit pa i dopti çdo herë e ka koston më të lartë. Por besoj që do kemi një situatë e cila së pari mund të kryhet me operacione lufte apo me një ndërmjetësim të fuqishëm që besoj që do arrinte ta qetësonte jo vetëm regionin, por edhe gjithë botën, sepse kemi hyrë në një krizë e cila... Në opinionin tuaj për një zgjidhje në tryezë, për arritjen e një marrëveshje, duke konsideruar se palët kanë qenë në pozicione shumë të largta sa i përket çështjeve kyçe, siç e thatë ju, që janë Hormuzi dhe çështja e armëve bërthamore, marrim në konsideratë edhe planin e paraqitur nga Irani me 14 pika. Po, ka qenë një reagim i tillë është e mundshme. Mendoj Dorxhani ndërmjetësuesi duhet të jetë i fortë. Adresa Pakistanit mendoj është e qelluar, edhe pse Pakistani më duket që ka qenë ndërmjetësues jashtëzakonisht korrekt, mendoj që do një ndërhyrje, sidomos nga 2 fuqi tjera, mund ta sjellë një lloj, mund të them, koncesioni i cili mund të arrihet për krijimin e konturave të reja të rendit të ri botëror, dhe këtë drejtim Rusia dhe Kinez mund të luajnë një rol. Por amerikanët më duket që dëshirojnë të jenë monolit dhe të jenë unilateral në atë që dëshirojnë të kenë fitore, por jo ndoshta në aspektin praktik siç e mendojnë. E qartë, zoti Bilali, unë ju falenderoj shumë që ishit me ne sot dhe bët këtë analizë lidhur me situatën në lindjen e mesme, ishte kënaqësi që u kishim. Lasi edhe nga ana ime, zonë Bejdo.